Me hirin e Zotit tonë Jezu Krisht, do të lexojmë nga libri I parë I Kronikave, kapitullin e 14 nga fillimi. Libri I parë I Kronikave, kapitulli 14 nga fillimi. Fitore të Davidit mbi Filistejt. Hirami, mbreti I Tiros, I dërgoi Davidit lajmtar, drukedri, murator dhe marangoz për të ndërtuar një shtëpi. Atëherë Davidi e pranoi që Zoti e kishte vendosur mbret të Izraelit, sepse mbretëria e tij që lavdëruar shumë për shkak të popullit të tij Izrael. Davidi u martua me gra të tjera në Jeruzalem dhe I lindën djem e vajza. Këto janë emrat e bijeve që I lindën në Jeruzalem: Shamua, Shohabi, Solomoni, Ibhari, Elishua, Elpeleti, Elishama, Belida dhe Elifeleti. Kur filistejt mësuan që Davidi ishte vajosur mbret I tërë Izraelit, dolën të gjithë në kërkim të Davidit. Sa e mësoi këtë Davidi, u doli përballë. Filistejt arritën dhe u përhapën në luginën e Refaimit. Atëherë Davidi u këshillua me Perëndin, duke thënë: A duhet të dal kundër filistejvet? A do të më japësh në duart e mia? Zoti u përgjigj: Dil dhe unë do t'i jap në duart e tua. Ata dolën në Bal Peracim, ku Davidi I mundi dhe tha: Perëndia ka hapur me duart e mia një kalim midis armiqve të mi, si një kalim I hapur nga ujrat. Prandaj I vun këtij vendi emrin Bal Peracimit. Filistejt braktisën aty perënditë e tyre dhe Davidi urdhëroi që të digjen në zjarr. Më vonë filistejt filluan të shpërndahen nëpër luginë. Davidi u këshillua përsëri me Perëndin dhe Perëndia I tha: Mos u dil prapa, por merru krahet dhe sulu mbi ta përballë balsameve. Kur të dëgjosh një zhurmë hapash në majat e balsameve, hidhu me një herë në sulm, sepse Perëndia do të të dalë përpara për të mundur ushtrinë e filistejvet. Davidi bëri ashtu siç e kishte urdhëruar Perëndia, dhe ata mundën ushtrinë e filistejvet nga Gabaoni deri në Gezer. Kështu fama e Davidit u përhap në të gjitha vendet dhe Zoti solli tmerrin e tij mbi të gjitha kombet. Amen, fjalës të Zotit. Erdhi koha e përshtatshme ku Davidi nga 17 vjeç deri në 30, I vajosur I Zotit nga profeti Samuel, I vajosur që të bëhej mbret, vuajti në mënyrë të tmerrshme, u stërvit dhe u vështrisua jashtëmasët nga Sauli, dhe në moshën e tij 30 vjeçare u bë mbret mbi Judën vetëm, mbi fisin e Judes, dhe pas rreth 7 vjet e gjysëm që ishte mbret vetëm në Judë, u bë mbret I gjithë Izraelit. Atëherë, me të vërtet, të gjithë e kuptuan se mbretëria e Davidit po lartësohej shumë, po lartësohej në favor të popullit të Izraelit. Nuk lartësohej për Davidin, sepse Perëndia kur e bekon dikënd, nuk e bekon vetëm për atë, por e bekon për familjen e tij, për farefisin e tij, por edhe për popullin e tij, pra të Perëndisë që I shërben. Dhe kështu Davidi me të vërtet ishte një shërbëtor I vërtet I Zotit të plotfuqishëm. Dhe kuptoi tani më se kur të gjithë e pranuan që të bëhej mbret I gjithë Izraelit, kjo do të thoshte se me të vërtet pra Perëndia e zgjodhi nga njëra anë
e vajosi dhe nga ana tjetër e vendosi mbret. Dhe aty në Jeruzalem tani me si mbret mori gratë të tjera, lindi shumë fëmijë, 13 fëmijë lindi. Dhe tani me vullneti i Perëndis vazhdoi të jetë i dukshëm me çdo forcë të frymës të shenjtë ndaj Davidit. Dhe për hir të Davidit ndaj gjithë popullit të Izraelit, por dhe në të kundërtën se hiri i Perëndis shfaqej edhe në popullin e Izraelit dhe për hir të popullit të Izraelit, hiri i Perëndis jepej edhe tek Davidi. Dhe nga këtu e tutje do të vinë edhe provat të tjera. Nëse ju kujtohet edhe përpara 7 vjetësh paka shumë, Davidi kishte vajtur në Ciklag. Atje në Ciklag u drejtua detyrimisht, ashtu sikurse ndoqën filistejt, sepse kishte vënë në zemrën e tij të mbronte popullin e Izraelit në luftën ndaj filistejve që luftonin kundër Saulit. Filistejt e ndoqën, por kur arritin në Ciklag, e gjeti të shkatërruar Ciklagun nga amalekitët. Dhe ishte kaq i madh ai shkatërrim në atë vend, sa që populli i tij, që ishte me të 600 burra që kishin, thonin ta vrisnin me gur Davidin pas asaj të keqet të madhe që i kishte gjetur. Por Davidi, përpara se të bëhej mbret, u forcua, thot fjala e Perëndis, në Zotin, ku kjo do të thotë se u lut tek Zoti. Çfarë të bëj o Zot? Dhe duke u lutur e pyeti, do t'ja arri armiqtë e mi që të çliroj gratë, fëmijët, pasuritë, të gjitha sa morën ato që erdhen kundër tyre. Nuk e dinte si ishin amalekitët, dhe Perëndia i thot, nisu dhe patjetër do t'i dorëzoj në duart e tua. Dhe kështu me të vërtetë Davidi me 400 nga të 600 burra që kishte me vete, sepse 200 prej tyre nuk munden me të vazhdojnë ndjekjen. Dhe me një mënyrë të mrekullueshme gjeti një egjiptas të braktisur, gati për të vdekur, të uritur dhe të etur 3 ditë dhe 3 net, dhe të sëmur në rrugë, e more në ushqyen, i erdhi jeta e tij brenda tij dhe ju tregoj se si një pronari i tij amalekit e ladhe e braktisi që të vdiste në shkretir. Dhe i tregoj pra se çfarë kishin bërë amalekitët në Ciklag. Dhe këtu Davidi e kuptoi se këtë e përdori për t'i drejtuar tek ato njerëz. Dhe pyeti, a mund të na drejtosh, të na çosh tek amalekitët? Thot, mundem, mjafton që të më premtoni se nuk do të më dorëzoni në duart e tyre. U betua Davidi përpara tij, që dhe u nisën, shkuan tek amalekitët, ku i gjetën në fushim, duke ngrënë dhe duke pirë dhe duke festuar për rezultatet që kishin patur kudo që kishin qenë për plaçkitje, dhe aty i shkatërroi me 400 burrat që kishte të gjithë, i shkatërroi. Çliroi gratë, fëmijët dhe pasuritë e tij dhe u kthye fetimtar. Por e njëjta gjë nuk i ngjau Saulit, ku filistejt e sulmuan atë dhe keqja e madhe ishte shumë e madhe. U shkatërrua populli i Izraelit, vdiq Sauli bashkë me djemtë e tij, me bijtë e tij. Përse? Sepse nuk ishte Perëndia me te. Sa e rëndësishme është, vëllezër dhe motra, që në jetën tonë Perëndia të jetë me ne. Sa rëndësishme është kjo. Por si do të jetë Perëndia me ne? Çfarë thot fjala e Perëndis? E para, nënshtrohuni Perëndis, e dyta, kundërshtoni djallin, e treta, djalli do të ikë. E katërta, tani mund t'i afroheni Perëndis dhe e sigurta është se Perëndia do t'ju afrohet dhe ju. Dhe duke ju bekuar, ju bekon dhe ju shumëzon. Tani pra të njëjtën provë që kaloi Sauli me atë turmat të panumërueshme të filistejvet, në këtë gjendë do të ndeshet Davidi. Kur filistejt mësuan
se Davidi u vajos mbret mbi të gjithë Izraelin, u ngjitën për të kërkuar Davidin dhe u shpërndan në luginën e Refaimit. Një numër i panumërueshëm i filistejve u ngrit kundër Davidit. Dhe populli i Izraelit në krahasim me ato ishte një numër shumë i vogël dhe shumë i pakët. Dhe Davidi u gjend në një pozicion të vështirë. Jo, kur nuk u gjend në pozicion të vështirë njeriu që i afrohet Perëndis, ku e din se Perëndia është me te. Përse? Sepse Davidi ishte me Perëndin. Kështu pra ju afrua Perëndis, e pyeti dhe i thot: të dal o Zot dhe të luftoj kundër filistejvet. Do t'i dorëzosh në duart e mia. Dhe do të thoja me një surprizë, nuk e di, me një mrekulli, me gëzim, të gjitha këto ndjenja e mbushin zemrën e njeriut kur Perëndia t'i thot: mos ki frikë se unë do të jem me ty. Mos ki frikë, vetëm ki besim. Kështu që shkoj me një ushtri të pakët në krahasim me filistejt, kurse filistejt ishte një numër i madh njerëzish të cilët u nisën, ashtu sikur se thuhet, u nisën nga Egjeu dhe mundësisht nga Kreta, të përndjekur nga Kreta dhe arritën dhe mbushën vendin e Izraelit. Me të vërtet e mbuluan vendin e Izraelit, kaq numër i madh që ishin. Por Perëndia i dha fitore Davidit dhe popullit të Izraelit, e pabesueshme. I pakët në numër populli i Izraelit dhe i madh në numër filistejt. Por tani tema nuk është jo sipas forcës, as sipas fuqisë, por nëpërmjet frymës time të shenjtë, thot fryma e shenjtë, thot Zoti i plotfuqishëm. Po të thot Perëndia shko, mos hezito. Perëndia do të jetë me ty dhe bekimi do të jetë i plot. Çfarë do të bëjë Perëndia? Fitore do të sjell. Dhe falenderojmë Perëndin, sikur se thot fjala e Perëndis në letrën drejtuar Korintasve. E falenderoj Perëndin që na bën ne gjithmonë të dalim fitimtar. Dëgjoni, gjithmonë të dalim fitimtar nëpërmjet Jezu Krishtit. Gjithmonë të fitojmë nëpërmjet Jezu Krishtit. Dhe jo vetëm se na bën të dalim fitimtar, por në çdo vend kudo që të shkojmë, na tregon dhe na shfaq atë erën e këndshme të njohjes të Perëndisë, sepse jemi një erë e këndshme për Perëndin dhe për të shpëtuarit, por edhe për të humburit. Për të shpëtuarit një erë jetë për në jetë të përjetshme, kurse tek të humburit një erë vdekje për vdekje. O Zot, mëshirë. Dhe si na bën ne gjithmonë të dalim fitimtar? Thot fjala e Perëndis: mos keni frikë dhe mos u shqetësoni për asgjë, por çdo shqetësim tuaj t'ia bëni të njohur Perëndis me falënderim nëpërmjet lutjesh dhe përgjerimesh, dhe është shumë serioze kjo, që nëpërmjet lutjesh dhe përgjerimesh, atëherë paqja e Perëndis që të i kalon çdo mendje, do të ruaj edhe zemrën tuaj të mos bëni ç'të doni, por edhe mendimet tuaja të mos vendosni pra ju se çfarë duhet të bëni, për të udhëzoheni, të drejtoheni nga fryma e shenjtë, ashtu sikur se gjithmonë të na bëj fitimtar të dalim. Dhe rezultati është serioz, sepse Perëndia i Sirisë, bariu i madh i deleve që e ringjalli Krishtin nga të vdekurit, ai do të na bëj që të mvaremi për çdo vepër të mirë, ashtu sikur se e thot me përpikmëri se çfarë duhet të bëjmë. Dhe të bëjmë vullnetin e mirë dhe të pëlqyer pra të Perëndisë. Dhe atëherë sigurisht bëhet diçka që është shumë serioze, se Perëndia i paqes që do të jetë me ne, do të ruaj frymën, shpirtin dhe trupin ton plotësisht. Plotësisht pra, frymën, trupin dhe shpirtin do të na ruaj në praninë e Perëndisë. Dhe si rezultat,
të rënditës, sikur se thot fjala e Perëndis, diçka ku do të marrim mirë parasysh se Perëndia i paqes shpejt do të coptoj djallin në këmbët tona, ashtu sikur se dhe bëri përpara këmbëve të Davidit me 400 burrat që kishte me vete përpara një numër të madh të filistejvet. Por ka dhe vazhdim. Dhe pyetja është se pse ka vazhdim? Ka arsye serioze. Thot pra fjala e Perëndis, filistejt përsëri u shpërndan në luginën e Refaimit, numër më i madh. Dhe përsëri Davidi pyeti Perëndin. Sa serioze është, vëllezër dhe motra, të ecim me udhëzim të frymës të shenjtë. Por tani Perëndia nuk i tha sikur se herën e parë më ço, dhe as ai nuk u bazua në atë që kishte thënë Zoti përpara, sepse sa herë rezultati që do të bëj Perëndia në këtë luftë të dytë tani më do ta shohim serioze. Dhe çfarë i thot tani Perëndia? Tani mos e ngjit kundër tyre. Po prit. Prit pra dhe kthehu prej tyre. Dhe kështu shkoj përballë si kaminave. Dhe aty prit të japun sinjalin, dhe kur të dëgjosh zhurmën që kalon mbi majet e balsameve, atëherë dhe vetëm atëherë do të dalësh të luftosh, sepse atëherë dhe vetëm atëherë Perëndia do të ketë dalë përpara tejet dhe Perëndia do t'i godas armiqt përpara tejet, pra filistejt. Të parën herë, çfarë i thash? Shko se do jem me ty, do t'i shkatërrosh. Kurse herën e dytë i tha, mos shko, por prit. Prit i tha. Fshehu, gjë e madhe kjo, vëllezër dhe motra. Dhe me të vërtet, Perëndia dha sinjalin Davidit, Davidi i nënshtruar plotësisht në udhëzimin e frymës të shenjtë, u bë edhe përsëri fitimtar. Dhe cili ishte rezultati më i madh? Dhe bëri Davidi, ashtu si e kishte urdhëruar Perëndia, e goditën filistejt nga Gabaoni deri në Gezer. Mbaruan filistejt në këtë betejë. Në betejën e parë nuk kishin mbaruar, por tani me këtë betejë, nga që Davidi ju bind ose e pyeti për të dytën herë Perëndin me detaja të hollësishme se si të luftoj, i shkatërroi plotësisht, dhe kështu filistejt nuk do të dalin më kurrë përpara filistejvet, nga Gabaoni deri në Gezer. Ajo që duhet të shohim dhe të japim rëndësi të madhe është se përse Perëndia na drejton shpesh herë në të njëjtën gjendje. Por dy arsye u bë kjo. E para është të shfaqet forca e Perëndis tek Davidi, por e dytë është se shkatërrimi i tij të jetë i plot. Ku janë filistejt që thirrën Saulin dhe fëmijët e tij?
Tani me këto filistejt i shkatërroi plotësisht dhe nuk mundën të mblidhen me kundër tij. Pra Perëndia bën veprën e përsosur. Pra mos e shif rrezikun që vjen përballë teje vëlla dhe motër. Mos e merr parasysh atë që shef përballë. Kush do të qoftë ai rrezik? Sa do i madh qoftë ai rrezik? Mos e merr parasysh. Perëndia ka një plan të mrekullueshëm. Plan të mrekullueshëm. Nuk ka që të mposhtesh, për ka që të fitosh. Ky është plani i Perëndis. Tjetër është kur fiton plotësisht në çdo detaje. Perëndia të na mëshiroj dhe falenderojmë Zotin për këtë. Ajo që don Zoti është se nga njëra anë ta pyesim, që është shumë e rëndësishme, por më e rëndësishme nga të gjitha është që t'ju bindemi me detaja të hollësishme të gjithave sa na thot Perëndia. Sepse ato që tha Perëndia të dytën herë ishin shumë të rënditëse. E them përsëri që thot Zoti, mos ngjit me pas tyre, por largohu prej tyre. Shko dhe fshehu pas balsameve disa pemë atje, dhe aty të presësh. Gjë e madhe nuk është kjo, sa e hollësishme është kjo temë. Mos sulmo, për fshehu, dhe aty ku të fshesh prit, çfarë të pres? Unë kam për të të dhenë lajmin, ose sinjalin, dhe kur të dëgjosh, zhurmë hapash, mbi majet e balsameve. Kur të dëgjosh pra një zhurmë që të ecin mbi majet e balsameve, nga aty ku ti je i fshehur. Ma i fshehur Davidi, kështu duhet. Ka nga një herë ku duhet të fshehemi, ka dhe periudhat të tjera që duhet të sulmojmë. Po të duam që të jemi gjithmonë fitimtar. Gjithmonë të shemb dhe të shkatërroj Zoti i plotfuqishëm djallin në këmbët tona. Plotësisht. Rezultati ishte i plot ose fitore e plot. U coptuan filistejt. Këtu e tutje tani me populli i Izraelit nuk rrezikohet nga filistejt. Nga se rrezikohet? Nga mëkati. Nga mosbindja. Nga Absalomi. Nga djali yt. Nga mëkati. Dhe jo nga biri i tij, por nga mëkati. Zoti të na ruaj, vëllezër dhe motra. Nga njëra anë të drejtohemi plotësisht nga fryma e shenjtë dhe nuk është e vështirë sepse Perëndia e don. Futu në dhomën tënde të lutjes, ndreqi mangësitë që ke përpara Zotit dhe përpara njerëzve, dhe atje në dhomën tënde të lutjes, aty Perëndi që është dashuri, nuk ka dashuri, por është dashuri, në fshehtësi do ta pyesësh dhe ai do të ta shpërblej haptas. Çfarë do të të jap? Do të shpërblej me fitore. Kur? Gjithmonë. Për këtë arsye, duhet të mos e harrojmë kurrë. Se mendimet e mia, thot Perëndia, nuk janë sipas tuaja vet. Atë që doni ju, keni kujdes këtë ju lutem, kurrë nuk është ajo që don Perëndia. Mendimet e mia kurrë nuk janë sipas mendimeve tuaja. Dhe udhët e mia kurrë nuk janë vendimet tuaja. Përse? Sepse aq sa është larg qielli nga toka, dëgjoni, ja përse kurrë. Aq sa është larg qielli prej tokës, kaq larg janë mendimet e mia nga mendimet tuaja, dhe udhët e mia nga udhët tuaja. Perëndia të na ruaj, vëllezër dhe motra të dashur, nga dëshira jon, nga pëlqimi jon dhe nga krenaria e jetës, nga vendimet që marrim. Rrezik, vdekje jetë.
Perëndia të na ruaj. Amen.